Unë jam sot në fakt këtu për të ndarë një vendimarrje shumë të rëndësishme që është e lidhur me 2 vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave që shkojnë në vazhdon dhe të ngjarjes më historike ndodhur para 2 ditëve, atë të konferencës ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, konferencë ndërqeveritare e cila theksoi dhe konfirmoi edhe një herë angazhimin dhe rrugën e pakëthyeshme të Shqipërisë drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një progres i cili u konfirmua një zërazi nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe që na jep mundësinë tashmë të fillojmë me negociatat për mbylljen e kapitujve. E pikërisht për këtë, 2 vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave sigurojnë edhe një herë që puna e institucioneve shqiptare është e pakëthyeshme, është e konsoliduar dhe institucionet shqiptare tashmë kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme për të përshtatur dhe për të raportuar ashtu siç duhet reformat e ndërmarra dhe reformat dhe angazhimet të cilat Bashkimi Evropian, por jo vetëm, dhe gjithë partnerët ndërkombëtar kërkojnë nga Shqipëria dhe institucionet publike shqiptare. Në këtë vazhd, qeveria shqiptare miratoi sot udhërrëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Është një dokument strategjik i cili përmban brenda tij 66 kritere të matshme, të cilat do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agjendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të organizatës të kombeve të bashkuara. Nga ana tjetër, edhe një vendim tjetër i rëndësishëm është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e kombeve të bashkuara për periudhën 2027-2031, gjithashtu një dokument i rëndësishëm i cili ka kaluar një fazë të gjerë konsultimesh publike, jo vetëm me institucionet, jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me partnerët dhe që bazohet në 3 shtylla të rëndësishme, që është pikërisht zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor, duke garantuar që të kemi institucione të forta, të konsoliduara, por dhe punonjës të aftë profesionalisht për të çuar përpara agjendën europiane. Së dyti, transformimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rritja e gjelbër, një prioritet tjetër ky për të standardizuar edhe një herë të gjithë shërbimet që ofrohen për qytetarë, por dhe mënyrën se si i qasemi kësaj qasjeje, dhe së treti, mirëqeverisja, drejtësia dhe të drejtat e njeriut. 3 shtylla gjithashtu të rëndësishme kur vjen puna tek aspirata e madhe europiane. Të gjithë vendimarrjet në fakt vinë në vazhdon e konsolidimit të shtetit të së drejtës, të forcimit kapaciteteve njerëzore, të transformimit dhe të rritjes së vazhdueshme dhe të qëndrueshme ekonomike, që në thelb janë standardet e një Shqipërie europiane. Shumë faleminderit. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Një nga pikat që u përmendët është drejtësia. Bashkimi Evropian ka ngritur shqetësimin se mazhoranca ka penguar drejtësinë në rastin e ish-paraardhëses tuaj, duke mos i dhënë prokurisë së posaçme heqjen e imunitetit. A do ndryshojë kjo mazhorancë si edhe në raport me drejtësinë, nëse do të kemi raste të tjera për heqjen e imunitetit si në rastin e zonjës Balluku? Qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe nuk është një qëndrim i cili ka penguar apo pengon procesin e negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian. Vendimarrja më e fundit e tregoi më së miri që qeveria shqiptare, institucionet dhe jo vetëm, por edhe Partia Socialiste në kuvend ka zhvilluar dhe vazhdon të diskutojë dhe të dialogojë në një qasje konstruktive. Absolutisht gjithë këto vendimarrje nuk e kanë cënuar progresin e Shqipërisë, as nuk e kanë vënë në diskutim raportin e saj me drejtësinë. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe e përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot, dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për t'i mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade, dhe ky është lajmi që besoj duhet t'i gëzoj dhe duhet ta
ta pranojnë të gjithë që në fund të ditës ne bëjmë detyrat, I bëjmë me përkushtim, me shumë seriozitet dhe për këtë edhe Bashkimi Evropian na njeh progresin. Nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është pasi duket e thjeshtë nëse ne diskutojmë në të përditshmen tonë kapitujt edhe gjithë negociatat që zhvillohen, është një vendimarrje dhe një punë e jashtëzakonshme e gjithë punonjësve të administratës publike, sigurisht në vullnetin e qeverisë shqiptare, e cila në këtë drejtim e ka të përmbushur të gjithë misionin e saj për t'i qëndruar deri në fund dhe për të përmbushur këtë detyrim dhe këtë angazhim që I kemi vënë vetes brenda vitit 2030. Megjithëse ju thatë që është një pretendim e opozitës, fakt është në raportin e IBAR. Megjithatë, duke qenë se te ju e quani pretendim të opozitës, propozimet në kodin e procedurës penale për mos bërë të mundur arrestimin e zyrtarëve të lartë, do të vijojë kjo mazhorancë në iniciativën e saj për të miratuar, apo do të ndjek gjuhën e Bashkimit Evropian dhe të partnerëve dhe shqetësimet që ata kanë ngritur për drejtësinë? Sa I përket kësaj pyetje, ajo që unë mund t'ju them është fakti që raporti IBAR do duhet lexohet mirë dhe qartë, dhe do duhet lexohet ashtu siç është shkruar. Është mirë që të mos marrim dhe të bëjmë interpretime të gabuara ata atyre që shkruhen në raportet e Komisionit Evropian, sepse është gjuhë teknike e cila në fund të ditës orienton institucionet për të kryer patjetër dhe për të marrë përsipër angazhimet që dalin nga këto raporte. Por do t'ju ftoja që ta lexojmë me vëmendje dhe të mos bëjmë interpretime mbi bazën e raporteve. Shumë faleminderit. Përshëndetje, Bekim Bici, Ora News. Unë në fakt do të ndalesha pak tek mbyllja e kapitujve negociues, duke qenë se tashmë jemi të hapur për nisjen e këtij procesi. Kur pritet të nisë mbyllja e kapitujve negociues dhe cilat janë kapitujt e parë që mund të mbyllen apo që janë më afër, le të themi, finalizimit të tyre? Faleminderit. Në fakt, ne jemi duke punuar pikërisht tashmë presim pra me përfundimin e konferencës së 8 ndërqeveritare, jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të janë kushtet përmbyllëse. Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u rakorduar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos I them kapitujt, pasi do duhet që ne të ulemi në tryez me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sot ne kemi prezantuar programin e ri Rilindja 2.0 për sa I përket ndërhyrjeve në territor dhe zhvillimit qëndrueshëm rajonal. Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori I turizmit ka, por në njëjtën kohë për të krijuar dhe për të forcuar dhe më tej identitetin lokal që ne kemi në territor. Përmirësimi I funksionalitetit dhe aksesit në zonat urbane. Këtu tashmë po fokusohemi në ndërtimin e parkimeve për të krijuar akses të qëndrueshëm në zonat urbane. Janë tashmë evidentuar plot 160.000 metra katror sipërfaqe në 12 bashki, të cilat kanë një potencial deri në 15.000 poste parkimi. Jemi fokusuar në bashkitë që kanë jo thjesht intensitet urban të theksuar, por mbi të gjitha dhe flukset turistike të konsiderueshme, duke marrë parasysh ritmin e rritjes së sektorit turizmit gjatë viteve të fundit. Objektivi I tretë është rigjenerimi I hapësirave industriale në asete për komunitetin. Janë ish fabrika të cilat janë privatizuar ose janë pjesërisht të privatizuara ose janë plotësisht në pronësi shtet. Këto janë potenciale ekonomike lokale të cilat duhet I rikthehen komunitetit. Në fokus do të jenë patjetër shërbime parsorë që I vinë
në ndihmë komunitet, duke filluar me ambiente sportive apo zona rekreative, por në njëjtën kohë duke parë me himtësi dhe zhvillimin ekonomik lokal, sidomos duke orientuar nëpërmjet startupeve të reja, të cilat mund të përdorin këto asete. Objektivi 4 është rritja e standardeve të infrastrukturës publike, duke harmonizuar arkitekturën lokale me atë çfarë qytetet ofrojnë dhe mbi të gjitha duke krijuar potencial të ri zhvillimi për zona të caktuara. Këtu fokusohemi përgjithsisht në objekte publike që kanë të bëjnë me sistemin e edukimit, sistemin parauniversitar. Jemi duke punuar ngushësisht me një skuadër gjerë arkitektësh, vendas dhe të huaj, të cilët do të vinë në ndihmë bashkive me projekte pro bono për t'i krijuar mundësinë e tyre për të pasur projekte që realisht sjellin një vlerë të shtuar në territor. Nxitja e inovacionit është objektivi i 5. Unë e përmenda pak më parë që nxitja e startupeve në nivel lokal për të krijuar zhvillim ekonomik dhe për t'i dhënë mundësi sidomos të rinjve për t'u përfshirë në zhvillimin ekonomik lokal. Kjo do të bëhet pjesë e skemës kombëtare për sa i përket mbështetjes së startupeve, por do të ketë një fokus edhe lokal. Sot, për shumë arsye edhe për faktin që shumica e universiteteve janë të përqendruara në Tiranë, është normale që pjesa e konsiderueshme e startupeve hapen në Tiranë. Besojmë fort që është e domosdoshme që ne të krijojmë një hartë sa më dinamike në të gjithë territorin për sa i përket startupeve dhe mundësive që krijohen për të rinjt, për të krijuar bizneset e tyre, sidomos lidhur ngushësisht me inovacionin. Objektivi 6 është përmirësimi i mjedisit urban përmes mbulimit plot territorit për menaxhimin e mbetjeve, por jo vetëm. Në këtë kontekst jemi duke punuar ngushësisht me shumë bashki për sa i përket mbulimit 100% territorit, por në të njëjtën kohë dhe duke plotësuar ato standarde që tashmë do të jenë detyruese si rrjedhoi integrimi i Bashkimit Evropian, duke filluar me riciklimin dhe jo vetëm. Objektivi 7 është transporti urban publik. Tashmë jemi duke trajtuar një numër të konsiderueshëm bashkisë se do të jenë model i këtij kësaj nisme. Transporti do të jetë i bazuar në autobusa elektrik. Bashkia e parë e cila do të pilotohet do të jetë brenda 3 mujorit të fundit të këtij viti. Kjo do të jetë një mundësi transformimi rrënjësore për këtë shërbim në nivel lokal. Qeveria qendrore do të vinë në ndihmë bashkive për të kaluar barierën e parë, që është një barierë jo e vogël, për sa i përket investimit kapital për të krijuar kapacitete për të ofruar këtë shërbim në standardet e duhura. Objektivi 8 është nxitja e jetesës shëndetshme nëpërmjet hapësirave të reja rekreative, sportive në nivel vendor. Janë evidentuar tashmë nga bashkitë rreth 140 spote në nivel kombëtar për të krijuar këto pole të reja, të cilat do të jenë të mbështetura jo thjesht me programet e qeverisë qendrore, por patjetër edhe në bashkëpunim me partnerë të tjerë, siç mund të jenë edhe entitete si Federata Shqiptare e Futbollit dhe të tjerë me radhë. Objektivi 10 është forcimi i kapacitetit të bashkive për sa i përket mirëmbajtjes aseteve të cilat kanë territor. Këtu bëhet fjalë për ngritjen e një flote të re logjistike që ne kemi lançuar dhe më parë. Tashmë jemi në fazën e ekzekutimit të këtij procesi. Kjo do të jetë një flotë që do të bazohet në nivel vendor, do t'i përgjigjet nevojave që kanë bashkitë për sa i përket parandalimit të rasteve sidomos me përmbytjet, por në të njëjtën kohë fuqizimin e infrastrukturës vendore për sistem vaditje më të mirë dhe për të krijuar infrastrukturë lokale më të mirë për të garantuar aksesin sidomos në zonat rurale. Dhe objektivi 11 është zhvillimi i qyteteve inteligjente nëpërmjet Smart Cities. Kjo do të kërkojë në vetvete një ndërthurje të sistemeve të ndryshme që sot bashkitë kanë në përdorim, kuptohet edhe duke u ndërthurur me programin kombëtar për sa i përket Smart Cities. Në qoftë se këto sisteme do të jenë bashkarisë, krijojnë një mjet të rëndësishëm për sa i përket menaxhimit të qyteteve në nivel vendor. Po ashtu sot ne kemi miratuar 2 bashki për sa i përket zonave prioritare, që është Bashkia Gjirokastër dhe Bashkia Fier, po ashtu paketi maleve vazhdon me ritmin që ka pasur dhe besoj që dita ditës numri aplikimeve vazhdon dhe të rritet. Faleminderit. Zoti Ministër, do të ndalesh tek kjo e fundit tek paketa e maleve, pasi ka patur një akuzë së fundmi nga deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa lidhur me strategjinë apo paketën e maleve në Sarandë, pasi sipas saj Saranda është qytet bregdetar dhe nuk mund gjej përdorim paketa e maleve apo kjo strategji, pasi dhe në këtë rast po përdoret sipas saj për tjetërsimin dhe privatizimin e tokave shtetërore, pra grabitjen e tyre nga ana e klientë të qeverisë. Kam dëgjuar
akuza të ndryshme, duke filluar që nga tjetërsimi pronave e tjerë me radhë. Unë do dohet të nënvizoj përsëri faktin. Paketi e maleve është një mundësi për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal, sidomos atij rural, nuk bëhet fjalë për zonat urbane. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme për të kuptuar nuk përfshihen në asnjë rast. Pronat të cilat janë në pronësi individuale, private, që kjo përjashtohet ky lloj risku dhe aq më tepër që dy kategoritë të cilat mund të përfitojnë nëpërmjet paketës maleve janë të përkufizuara saktësisht edhe në ligjin për këtë iniciativë që ka të bëjë me kategoritë atyre të cilët kanë përdorur një pronë për më shumë se 10 vjet, apo ata të cilët kanë një marrëdhënie me pronën historike të pronësisë edhe me paraardhësit e tyre. Prandaj unë besoj shumë që sidomos roli që bashkitë luajnë në territor, duhet të kuptojmë që ky është një proces edhe një mjet në fakt zhvillimi që i është dhënë bashkive për ta përdorur. Jam i bindur që bashkitë do ndjekin të gjitha hapat për të garantuar që ne të kemi rastet e trajtuara ashtu siç ligji parashikon dhe mbi të gjitha për të garantuar zhvillimin ekonomik rural. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sot kemi miratuar 3 vendime Këshillit të Ministrave që lidhen me Ministrinë e Mbrojtjes. I pari lidhet me zgjatjen e emisionit shqiptar në Letoni, pra kemi një tokë të dislokuar në Republikën e Letonisë dhe ajo zgjatet, zgjatja e saj deri në 31 dhjetor vitit 2029. Besoj që ky vendim shërben në konsolidimin e gjithë forcave autonome armatose pjesëmarrës tyre në misionet e NATO-s dhe specifikisht në misionin e Letonisë. Ne kemi aty një tokë EOD e cila merret me të gjitha veprimet që lidhen me çminimin e zonave të minuara të tjera. Jemi krenar për pjesëmarrjen e tyre, për angazhimin e tyre. Besoj që kjo zgjatje shërben sigurisë për bashkët kolektive në kuadër të NATO-s. Vendimi i dytë ka të bëjë me njësimin e gradave ushtarake, që në vitin 2015 me ndryshimin me hetimin e VKM-s dhe më vonë me ndryshimin e strukturës ka pasur disa mosprovodhje të cilat janë adresuar me këtë vendim të Këshillit të Ministrave të ditës sotme dhe e fundit lidhet me miratimin e VKM-s për projektet fituese nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile që lidhet me Njësitë e Qeverisë Vendore për përballimin e fatkeqësive natyrore. Lista e projekteve fituese për vitin 2026 është konsoliduar në shkurt të këtij viti. Fondi parashikon që në vitin 2026 të jenë gjithsej fituese 44 projekte, 26 janë projekte infrastrukturore dhe 18 janë projekte për blerje pajisjesh apo mjetësh që bashkive duhen për përballimin e emergjencave dhe apo fatkeqësive natyrore. Gjithë këto projekte do të zbatohen nga Njësitë e Qeverisë Vendore dhe do të veprojnë si autoritete kontraktore për programimin e gjitha këtyre shërbimeve për infrastrukturën apo për mjetet në varësi të njësive. Vlera totale e financimit për projektet arrin në masën 650 milion lek, ndërsa pjesa tjetër do të financohet përgjatë vitit 2027. Me këtë vendim, ne ulim riskun nga fatkeqësitë, forcojmë sistemin e mbrojtjes dhe garantojmë mbrojtjen për gjithë qytetarët. Që do bëja thirrje unë me afrimin sidomos të kohës thatësirës dhe të nxehtit që vjen për shkak të verës, është që kemi një vëmendje të shtuar tek të gjithë pjesët e territorit të cilat janë të ndjeshme ndaj rritjes temperaturave, sidomos pjesët pyjore, kullollave të tjerë. Ministria e Mbrojtjes shërben si përgjigjës në fazë të tretë, pra është janë fillimisht janë bashkitë, pas janë prefekturat, dhe pas futet Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile përmes forcave të armatosura për përballu të gjitha emergjencat civile. Thirrja ime do të ishte që të jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm, të mbrojmë pyjet e territorit dhe të kemi mundësi që të kemi sa më pak fenomene zjarrvënjesh apo dëmtimesh të kullodave të pyjeve në Republikën e Shqipërisë për gjatë periudhës së zjarreve. Falenderoj, këto janë 3 projekte. Zoti Ministër, në fakt do të unë ngacmova pak edhe nga zgjatja e misionit që ju e keni miratuar, por nga ana tjetër ende nuk ka një vendim për sa i përket dërgimit të trupave tanë në Gaza. Është dërguar, të paktën nga dalja juaj e fundit keni të thënë që është dërguar një mision për të shqyrtuar gjitha mundësitë. Në çfarë fazë jemi dhe kur do të dërgohen trupat shqiptare në rripin e Gazas? A është përcaktuar deri në këtë moment cili do të jetë zonat që do të mbulojnë? Dhe s'dyti, nga ana tjetër është folur për një marrëveshje në fushën armatimit dhe municionit mes Shqipërisë dhe Kosovës. A ka përparim në këtë marrëveshje të mundshme për krijimin një industrie të përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe apo synon Shqipëria për të krijuar një industri të tillë shqiptare në rajon? Faleminderit. Faleminderit ju. Lidhemi me pyetjen e parë, në vend asaj që thashë edhe te konferenca e fundit të përbashkët që kishim përshtyp, jemi në atë fazë, kemi diskutuar edhe
konferencën për shtyp, kemi dërguar një mision vëzhgues në rripin e Gazës për pa gjendjen e situatës atje, për të vëzhguar mundësitë e vendosjes trupave tona atje. E gjithë koordinimi bëhet nga forca ndërkombëtare stabilizuese në Gazë. Jemi në diskutim me gjithë partnerët, duke filluar nga partnerët amerikanë dhe gjithë partnerët e tjerë, për të kuptuar dhe për të pas të qartë kush janë rregullat e angazhimit, kush janë rregullat në lidhje me sigurinë e forcave tona, kush janë detyrat specifike që trupat tonë do kryejnë atje dhe kush janë masat e sigurisë si për territor, ashtu edhe për zhvillimin e operacioneve nga trupat tona. Ne kemi besim plot tek forcat tona të armatosura, tek njësitë tona ushtarake, duke filluar nga reparti operacioneve speciale, repartet e EOD, policia ushtarake apo gjithë tokat e tjera që kanë qenë në gjitha misionet ndërkombëtare pa qeverisë, duke filluar nga Afganistani, Iraku, Bosnia, çdo mision tjetër, Letonia, që ne po zgjasim mandatin sot, jemi të bindur në përgatitjen e tyre ushtarake, kemi të bindur në kapacitetet e tyre. Ai që ngjelet për të definuar janë pikërisht pyetjet që ju po ngrihni, nuk jam në gjendje sot të jap një përgjigje, por shkak se akoma nuk jemi të rakorduar plotësisht me palët. Jo të rakorduar në kuptimin që jemi të marrë në vesh, por në kuptimin që po definojmë më qartësisht kush do të jenë rregullat, kush do të jenë bazat ligjore, kush do të jenë të gjitha qasjet që trup forcat amatorore shqiptare do kenë në terren. Kjo është shumë e rëndësishme që shtati ligjor ndërkombëtar. Rajoni është rajon shumë delikat. Ka pas një mision paqëvojtës më përpara në Liban. Njëti formë misioni po zbret poshtë ashtu edhe në rripin e Gazës. Besoj që në moment që do të kemi ne të qartë, do jemi ne të parë që do kemi interes që ta bëjmë juve me dije dhe gjithë qytetarëve shqiptar, si do angazhohemi, ku do angazhohemi konkretisht, kush do të jetë niveli pjesëmarrjes, niveli rrezikut për shkak të ndihmërisë lartë që ka, por për shkak edhe asaj që ne besojmë që ky angazhim do të cilë përfundimisht paqen një rajon dhe një territor që ka sfida të jashtëzakonshme sigurie dhe ka momente shumë vështira për sa i përket popullsisë palestineze dhe sigurisë së qytetarëve izraelit në shtetin e Izraelit. Lidhemi me pyetjen e dytë që lidhet me industrinë, siç e kemi thënë edhe përsëri, vazhdojmë në të njëjtat ujëra, jemi në të njëjtat substrate bisedimesh, jo vetëm me Kosovën, edhe me Kroacinë, edhe me vendet e tjera që duhet bashkëpunojnë me Republikën e Shqipërisë. Ne kemi ngritur një shtrat ligjor dhe financiar shumë të mirë për sa i përket industrisë ushtarake. Unë personalisht krenohem me incentivat që ligji shqiptar lejon për industrinë ushtarake, janë të paktat vendet në rajon që lejojnë këtë lloj angazhimi dhe këtë lloj zhvillimi kaq të shpejt, besoj fuqimisht që ka qenë një vendim i duhur qeverisë shqiptare në kohën që merret dy ligjet si për kajën si për zhvillimin e industrisë ushtarake, duke facilituar të gjitha instrumentet e duhura për prodhim dhe ne po shikojmë sot nevojat e sigurisë janë gjithmonë më akute, gjithmonë më të nevojshme, jo vetëm për sigurimin e nevojave të prodhimit ushtarak për forcat tona armatosore dhe forcat e sigurisë, por edhe për eksport pra për vendet e tjera. Me Kosovën kemi një lidhje të natyrshme, nuk ka nevojë ta themi njëjti kombi ndar dy shtete, siguria aty është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë me njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zëvendësministrit të mbrojtjes të Kosovës kemi diskutuar pikërisht këtë temë për sa ti pyesin sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë që jemi komplementar. Pa të shikojmë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë përmbushen si për Shqipërinë si për Kosovën. Besojmë që ne mund të jemi një vlerë shtuar për ta, për shkak edhe të pozicionit gjeografik, për shkak edhe të mundësive ndoshta më të shpejta zhvillimit dhe fakti që ne jemi shteti konsoliduar, ata akoma janë në fazë konsolidimi për sa përket forcave atyre të armatosura dhe forcave të sigurisë. Po shteti jonë është 100% për ta dhe diskutimet do të vazhdojmë. Ne po diskutojmë për caktimin e një dite B2B, business to business me Kosovën edhe me Kroacinë, kjo nga vizita e fundit që unë kisha në Zagreb me ministrin Anušić. Besoj të bëjmë dije sa po të kemi të ndara, kur do të mund zhvillohet këto ditë biznesi dhe kush mund të jenë fushat konkrete të bashkëpunimit sa i përket bashkëprodhimit ushtarak.